Këshilli i mandateve shtyu mbledhjen për të pritur vendimin e gjykatës kushtetuese për heqjen e imunitetit të ministres Belinda Balluku. Kreu Demokrat, Sali Berisha, ka reaguar nga Strasburgu përmes një video mesazhi, duke e konsideruar shtyrjen e mbledhjes një parlamenti si një mundësi për të mbrojtur ministren. Në fjalën e tij, Berisha akuzoi Ramën se po përdor parlamentin për të mbrojtur aferat e tij dhe të bashkëpunëtorëve, duke e cilësuar atë padrinon e narkoshtetit dhe të sistemit kleptokratik në Shqipëri. Dënoj me forcën më të madhe aktin puçist antikushtetues të Ramaduros dhe veglave të tij, peleshit të parlamentit, të cilët në një vendim jashtë çdo lloj ligji dhe kushtetute bllokojnë kërkesën e prokurorisë speciale për arrestimin e kryehajdutës së vendit Lubi Ballukut, vetëm se aferat e saj janë të pandashme me aferat e Ramaduros. Me këtë akt, Edi Rama fakton para shqiptarëve dhe komunitetit ndërkombëtar se ai është padrinoja jo vetëm i narkoshtetit, por dhe i sistemit kleptokratik që ka vendosur në Shqipëri. Lideri demokrat theksoi se ky vendim është një thirrje për reagim qytetar dhe se shqiptarët kanë mbështetje në institucioneve ndërkombëtare dhe të qytetarëve të lirë në Europë kundër regjimit kriminal. Por ky vendim është një kushtrim i madh për qytetarët shqiptar, revoltën, zemrimin e tyre, të ngrihen revolt dhe zemrim për të larguar një minutë më parë këtë organizat kriminale të kryesuar nga Edi Rama nga pushteti. Shqiptarët në këtë betejë kanë me vete, kanë mbështetje, kanë aleat të gjitha institucionet ndërkombëtare dhe mbar qytetarët e lirë në Europë dhe në botë, të cilët shohin tashmë qartë tek narkodiktatori i Tiranës një kopje siameze të Noriegës apo Maduros së Venezuelës. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ndodhet në Strasburg si pjesë e delegacionit të Parlamentit Shqiptar. Ai ka mbajtur një sër fjalimesh në këtë institucion, ku në fokus të tij ka qenë kryeministri Edi Rama dhe qeveria e tij, ndërsa i akuzon për korrupsion dhe lidhje me grupet kriminale.